Profesori i historisë Nail Draga foli për gjendjen aktuale të Krajës, duke krahasuar me të kaluarën e saj historike. Ai shprehu shqetësim për shpopullimin e zonës, duke theksuar se Kraja ka kaluar një rrugtim gjatë dhe të vështirë gjatë dekadave të fundit. Profesori filloi duke treguar se dikur Kraja ishte një vend i gjallë me fshatra të mbushura me familje, tradita të pasura kulturore dhe një komunitet lidhur ngushtë. Ai përmendi se gjatë viteve banorët e saj jetonin kryesisht nga bujqësia, blegtoria dhe zanatet e vogla duke ruajtur zakonet dhe gjuhën lokale. Kultura e Krajës ishte e fortë dhe e pasur me festa tradicionale, këngë dhe valle që shoqëronin çdo ngjarje të rëndësishme. Me pas, profesori Draga u ndal tek periudha e ndryshimeve të mëdha sociale dhe ekonomike që sollen largimin gradual të banorëve. Shkollimi, mundësitë e pakta ekonomike dhe migrimi drejt qyteteve më të mëdha ose jashtë vendit e bën Krajën të boshatiset. Ai theksoi se shumë shtëpi mbeten të braktisura dhe infrastruktura ka degraduar, duke e bërë jetesën më të vështirë për ata që kanë mbetur. Në këtë moment që flasim, jemi në qafën e Shtëgvashës, pra kemi krahinën etnografike të Krajës, e cila shtrihet nga pjesa veri perëndimore e liçenit të Shkodrës dhe në Jurindje. Përkatësisht shtrihet nga Zogajt deri në pjesën perëndimore deri te Selca. Historikisht Kraja ka qenë një krahinë e veçantë etnografike dhe ka qenë e lidhur me qytetin e Shkodrës. Dhe jo rastësisht në dokumenta e kemi të shënuar si Kraja e Shkodrës. Por në sajet e rrethanave shoqërore dhe politike që kanë ndodhur në të kaluarën, kryesisht nga shekulli 19 e më pas, Kraja praktikisht ka pasur të ndryshime të mëdha, edhe në aspektin territorial, por edhe në aspektin demografik. Në aspektin territorial fillon me vendimet e Kongresit të Berlinit në vitin 1978, kur pjesa perëndimore e Krajës në sajet e tyre vendime i dhurohet Malit të Zi, ndërsa pjesa lindore e saj është në kuadër të Shqipërisë, kryesisht të perëndërisë osmane të asaj kohe. Por këta rrethana nuk mbeten të tilla për një kohë të gjatë, për arsye se në sajet e luftave ballkanike në vitin 1912 dhe 13, edhe pjesa lindore e Krajës u pushtua, gjithsesi u aneksuan nga Mali i Zi, për arsye se vendimet e konferencës së Londrës ishin të tilla që ishin në dëm të popullit shqiptar dhe përfituan fëmijët tanë. Por kjo periudhë kohore për Kraja ishte një sfidë për popullatën vendore për të mbijetuar, për arsye se në rrethanet e tilla deri në luftën e dytë botërore, Kraja pothuaj kishte një izolim etnografik nga qyteti i Shkodrës, për arsye se komunikimi nuk ishte praktikisht në dëshirën e popullatës vendore, por ishte e kundërta për arsye se ashtu kanë vendosur praktikisht pushteti i kohës. Një rast i veçantë kemi të bëjmë me luftën e dytë botërore, kur Kraja, ana Malit dhe viset tjera shqiptare praktikisht bashkohen me shtetin shqiptar dhe kemi një komunikim të lirë. Dhe një komunikim i lirë i qarkullimit e popullatës vendore, pra edhe qarkullimit e madrave, praktikisht vazhdon deri në vitin 1948, kur fatkeqësisht mbyllet kufini i ish Jugosllavisë me Shqipërinë. Në këtë rast, me së shumti, praktikisht kanë humbur shqiptarët jo vetëm nga Kraja, por komplet nëvisë shqiptare në Maltezi, për arsye se u ndërprej komunikimi historik me qendrën urbane, pra Shkodrën si qendrën urbane në veriu shqiptare. Dhe nga ajo kohë Kraja është në një pozitë shumë të pafavorshme, Kraja është në geto, për arsye se nuk ka komunikim me Shkodrën, nuk ka komunikim të rregullt me Ulqinin, as me Tivarin, për arsye se kanë munguar rrugët që do të lidhshin krahinën e Krajës me këto qendra urbane. Këtu ku jemi tash, këtu është shelur rruga me 13 korrik 1970 dhe lidhet Kraja me anën e Malit dhe me Ulqinin. Dhe kjo rrugë është edhe një frymarrje e re për zhvillimin e Krajës, e cilët praktikisht është përjetuar të popullsia e kësaj. Kraja në vitet 70. Cilat ishin të mirë?
Dhe në vitet 70 praktikisht krahas emigrimit të popullsisë kishte edhe zhvillim për arsye se praktikisht filloi infrastruktura rrugore të ndryshoi, pastaj objekte të ndryshme, transporti i punëtorëve nga kraja, të cilët ishin të punësuar në portin e Tivarit, dhe kraja praktikisht filloi të ketë një zhvillim normal dhe praktikisht të marrë veten duke krahasuar me të kaluaren, praktikisht ishte një pozitë shumë më të favorshme. Por ky zhvillim zgjati deri në vitin 1991, deri momentin kur ish shteti i përbashkët Jugosllavia u shkatërrua dhe pasojat dihen të gjithë. Unë shkatërruan të gjitha ndërmarrjet, praktikisht u bë privatizimi i objekteve të tilla që unë e quaj ka qenë një plaçk e programuar kanë përfituar oligarkët shtetëror dhe populata vendore filloi të emigrojë dhe të zhvendoset në botën e jashtme. Por nga viti 1991 është në favor të shqiptarëve dhe të krajës për arsye se populata krajane e cila deri në atë kohë ka migruar dhe vendosur kryesisht në Tivar, tani vendoset kryesisht në Ulqin. Pra në këtë rast praktikisht kemi një zhvendosje të popullsisë dhe kraja fatkeqësisht në saj aty në lëvizje migruese, qoftë nga brenda, qoftë emigrimet e jashtme, popullsia ka redukshëm. Regjistrimi para 12 viteve, kraja kishte diku rreth 1800 banor, ndërsa tash llogaritet që parafasisht do të ketë vetëm rreth 1000 banor. Pra, migrimi i popullsisë praktikisht ishte një dukuri e vazhdueshme në kraj si më herët edhe tash. Madje nuk thuhet kot se një kraj ekziston në Shkodër, një kraj ekziston në New York, në Amerikë, por hiç më pak një krajan me origjinë nuk janë edhe në Istanbul. Pra, kraja ishte si një rezervat i popullsisë e cila praktikisht ka migruar për të mbijetuar për arsye se duke marrë parasysh se kushtet sociale, kushtet shoqërore nuk kanë qenë të favorshme, andaj popullsia ka kërkuar dhe është vendosur në atë mjedise praktikisht ku e ka gjetur veten më mirë. Nuk duhet përjashtuar edhe presionet, jo vetëm emigrimin nga motive ekonomike, por ka qenë edhe motive politike për arsye se praktikisht shqiptarët në Maldezi edhe krajas ku bën pjesë praktikisht nuk kanë pasur një mbështetje edhe sociale edhe ekonomike për të zhvilluar mjedisin e vet ku kanë jetuar e kanë vepruar, por vazhdimisht janë trajtuar si qytetarë të rendit të dytë dhe andaj praktikisht kanë qenë të detyruar të emigrojnë në botën e jashtme. Të them edhe një informacion tjetër, besoj si ka vlerë, kraja ka sipërfaqen 144 km2 dhe si krahin etnografike, si në të kaluarën edhe tash është dalluar me veçoritë e saja etnike, kryesisht kemi të bëjmë me veshjen kombëtare të krajës, pjesa lindore, veshja kranjane dhe pjesa perëndimore, siç quhet veshja e shëndesh. Dhe vetëm përveç veshjes edhe e folmja edhe leksiku i krajës dallohet praktikisht nga mjedise tjera për arsye se është shumë i veçantë dhe kranjanët kuto që kanë shkuar pothuaj kanë bartur me vete të folmen e tyre karakteristike kranjane që dallohet edhe sot. Megjithatë, profesori nuk harroi të përmend vlerat historike dhe natyrore të krajës që e bëjnë atë një vend me potencial të madh për turizëm dhe zhvillim kulturor. Ai u shpreh se ruajtja e trashëgimisë historike dhe nxitja e banorëve të rinj për të rikthyer jetën në këtë zonë mund të jenë hapa të rëndësishëm për të parandaluar zhdukjen e komunitetit. Lundrimin e liçenin e Shkodrës praktikisht është i vjetër sa është historia e krajës dhe krejt banorëve të saj. Ajo lundrimi me sule, me barka të ndryshme që është bërë në për liçenin e Shkodrës në kraj, jo vetëm ditën e tregut, siç ka qenë dita e mërkurë në Shkodër, por lundrimi ka qenë i përhershëm, për arsye se janë marrë edhe me peshkim dhe ka qenë një formë e mbijetesës në kraj. Por nga viti 1948 ku ndërprehet komunikimi me Shkodrën, atëherë kranjanët janë detyruar të lëvizin në drejtim tjetër, kryesisht nga Zeta, nga Virpazari dhe mjediset e tjera, për arsye se jeta praktikisht ka ofruar një mundësi të tillë, ndoshta jo të dëshiruar, por të imponuar për të mbijetuar. Dhe liçeni praktikisht nuk mundet të izolohet nga jeta dhe popullsia e krajës, praktikisht kraja dhe liçeni janë një binom i cili ka ekzistuar në të kaluarën, po ekziston sot edhe në të ardhmen.
përmendim apo përflitet hapja e kufirit, cilat janë anet pozitive në qoftë se Krajes sot edhe pse me një numër të pakët banoresh, cilat janë mundësitë që jepen Krajes? Në këtë vend ku jemi këtu, ka vite që planifikohet të rihapet dogana nga Skje me Zogaj, me Shqipërinë, e unë nuk do të quaj Skje, por do të quaj dogana Hutaj Zogaj, e cila ka funksionuar deri në vitin 1948. Fatkeqësisht nga ajo kohë nuk kemi më komunikim të drejtë për drejtë me Shkodrën dhe ky komunikim praktikisht ka filluar të reaktivizohet nga viti 2002, kur u rihap dogana në Sukubin, e cila është hapur me 28 maj vitit 2002 dhe nga ajo ditë krajanët, si edhe popullat të tjera të anë të malit, nga Ulqini, pastaj Tivari e tjerë, qarkullimin dhe lidhin e kanë përmes vendkalimit kufitar me Muriqan Sukubin. Flitet që së shpejti do të hapet. Ndonë se ka pas edhe bashkëpunim ndërqeveritar në mes Malit të Zi dhe Shqipërisë dhe janë dhënë premtime se ky vendkalim kufitar do të hapet, deri në këtë moment nuk kemi diçka praktike. Megjithëse gëzon fakti se është duke punuar në rrugën Shkodër vërtet Shirok, Zogaj, edhe vendkalimi kufitar, nga ana tjetër edhe komuna Tivarit dhe në Malzi kanë punuar rreth 2 kilometër rrugë, por unë shpresoj se vitin e ardhshëm kjo rrugë praktikisht do të hapet dhe do të jetë një moment interesant dhe me vlerë të dy anshme, edhe për Shkodrën, edhe për Krajen. Por fatkeqësisht them me keqardhje se një rrugë e tillë është dashur të hapet më herët, për arsye se tani edhe kur hapet numri i banorëve në Kraj ka rënë dukshëm, për arsye se migrimi e ka bërë të veten dhe kjo rrugë, unë besoj, megjithatë do të ketë një vlerë të veçantë e komunikimit historik në mes Shkodrës dhe Krajes. Nëse jo gjatë tërë vitit, atëherë gjatë sezonit turistik do të jetë një rrugë e veçantë, e cila do të ketë edhe një atraksion të veçantë, për arsye se individët të ndryshëm do të jenë edhe kurreshtar të përjetojnë më afër liçenit e Shkodrës dhe komunikimin rreth liçenit, duke filluar nga pjesa perëndimore e Krajes e vazhduar pastaj këtu në Skje, Zogaj dhe Shirok, pra duke bërë një lidhje natyrore të rrugës së liçenit të Shkodrës. Mendoj se çdo komunikim, çdo lidhje rrugore është në favor të popullatës vendore dhe ajo do të jetë praktikisht e vetmja e destinuar të përjetojë ato mundësi të komunikimit në mes të dy vendeve. Në përfundim Nail Draga theksoi se Kraja sot është një mbasqyrë kohëve të shkuara, një vend me histori të pasur, por që kërkon vëmendje dhe përkujdesje për të mbijetuar dhe për të ringjallur.